Rule of Law Albania with Albi Qela. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Albi Qela dhe në këtë episod të Rule of Law Albania, i ftuari im është Marash Logu. Marash është një jurist i ri, aktualisht pjesë e Halimi Tax Law dhe në të njëjtën kohë aktivist dhe qytetar i angazhuar në disa kauza me interes publik. Me Marashin sot do të flasim për rëndësinë që ka çësia institucionale në demokratizimin e shoqërisë dhe forcimin e shtetit të drejtës. Marash, përshëndetje, mirë se erdhe në Rule of Law Albania. Përshëndetje, faleminderit shumë Albi. Jo, të falenderoj ty që pranove ftesën. Atëherë Marash, sot ne bashkë do flasim në lidhje me rëndësinë e çësjes institucionale. Është një temë që diskutohet shumë, po vjen shumë pak praktik në Shqipëri. Do dëshiroj të flisim pak bashkë, domethënë anët pozitive që ka çësia institucionale dhe si e vetmja rrugë domethënë për demokratizimin e vendit. Si mendon ti, si fillim, çfarë problemesh ka Shqipëria për sa i përket çësjes institucionale? Në fakt mendoj që ka disa probleme që lidhen me çësjen institucionale, qoftë aktorëve kryesor të shtetit shqiptar, por edhe të qytetarëve, sepse përgjithsisht tentohet për të zgjidhur problemet jo duke shkuar drejt institucioneve, por në mënyra të tjera. E vetmja rrugë në një shoqëri demokratike për zgjidhur problemet që lindin është nëpërmjet institucioneve. Prandaj lindet nevojshme jo vetëm që qytetarët, por edhe aktorët e tjerë të drejtohen institucioneve, por edhe të përpiqen që këto institucione të bëhen më të mira, më transparente, më llogaridhënëse, më demokratike e kështu me radhë. Kështu që çdo lloj evitimi ose shmangje që i bëhet institucioneve, jo vetëm dëmton vetë institucionet sepse i bën ato më pak po themi transparente, demokratike dhe llogaridhënëse, por nga ana tjetër dëmton edhe vetë shtetin e drejtës, dëmton edhe vetë demokracinë e një vendi. Kështu që është e nevojshme që s'pari të përpiqemi të ndërtojmë institucione të forta, pra institucione që veprimtarinë e tyre e mbështesin mbi kushtetutën, mbi ligjin dhe mbi rregullat e qarta, dhe së dyti është e nevojshme që të investojmë në ndërgjegjësimin e publikut për të përdorur ose për t'u drejtuar institucioneve për zgjidhjen e problematikave të tyre. Për të marrë një shembull konkret se si është çësia institucionale në Shqipëri, po të shikojmë të gjitha marrëveshjet e mëdha që janë arritur në Shqipëri janë arritur jashtë institucioneve. Pra edhe po t'i referohemi marrëveshjeve që janë arritur në fillim të viteve 90, ato nuk ishin pjesë të një kuadri ose një mekanizmi institucional, por ishin kryesisht diskutime informale, të cilat më pas konkretizoheshin në letra të shkruara. Dhe po kështu të gjitha marrëveshjet që janë bërë ndërmjet liderëve politik në vite, duke filluar nga marrëveshjet e mëhershme deri në marrëveshjet e fundit, janë bërë jashtë institucioneve, që në gjykimin tim i ka dëmtuar shumë institucionet dhe ka dëmtuar kulturën institucionale të qytetarëve. Pikërisht mjaftojmë të marrim parasysh tre rastet e fundit, mendoj unë, i 2008-s, 2017 edhe rasti më i fundit i kodit zgjedhor. Gjitha këto janë bërë në mënyrë jashtë institucionale, janë taku liderët partijak dhe kanë vendosur domethënë, po i ka sjellë shumë dëm si demokracisë së shtetit drejtës, edhe kushtetutës në tre rastet. Pikërisht, duke shmangur institucionet, duke evituar mekanizmat institucional, kjo dëmton shtetin e drejtës, dëmton demokracinë e një vendi, dëmton patjetër që është edhe në kundërshtim me aktet, kushtetutën, ligjet, rregulloret apo aktet e tjera që rregullojnë veprimtarinë e këtyre institucioneve, dhe sigurisht që këto marrëveshje pastaj janë shumë të dyshimta, se produkti çfarë janë, pra janë produkt i një vullneti qytetar, ligjor, demokratik e kështu me radhë, apo janë vetëm produkt i interesave që mund të jenë të momentit të atyre që bien dakord për këto çështje. Për shembull, një nga çështjet më diskutuara në përzgjedhjet e vitit 2019, zgjedhjet vendore, ka qenë nëse dekreti i presidentit të Republikës që doli për të anulluar dekretin më parshëm, ishte apo jo në përputhje me kushtetutën ose a kishte presidenti të drejtë ta bënte këtë gjë. Por në fakt kujtojmë që në vitin 2017 presidenti i Republikës anulloi një dekret më parshëm dhe shtyu zgjedhjet nga data 17 qershor deri në 25 qershor, dhe vetëm fakti që kishim një po themi marrëveshje jashtë institucionale bëri që kjo çështje të mos ngrihej fare. Pra, shohim se si në rastet kur palët nuk kanë një marrëveshje jashtë institucioneve, mund të bien dakord edhe për gjëra që ka shumë pikpyetje ligjore dhe kushtetuese se sa mund të qëndrojnë, ndërsa në rastet e tjera këto bëhen problematike. Por për të kuptuar rëndësinë e institucionit, unë mendoj që shembulli më i mirë ilustrues është mungesa e gjykatës kushtetuese.
Pikërisht. Ka shumë pak qytetarë dhe shumë pak aktor publik, të cilët e njihnin rëndësinë e gjykatës kushtetuese derisa ajo të mos funksiononte tashmë prej thuajse 2 vitesh. Prej thuajse 2 vitesh ka shumë ligje, shumë akte të cilat dukshëm kanë probleme ose evidentohen probleme në lidhje me përputhjen e tyre me kushtetutën dhe akte ndërkombëtare, por duke mos pasur gjykatën e kushtetuese, çdo lloj kontrolli është i pamundur, çka ka bërë në fakt që në disa raste të kemi akte ligjore dhe nënligjore me problematika të dukshme kushtetuese, por të kemi edhe institucione kushtetuese të cilët kanë tejkaluar pushtetet e tyre. Pra mungesa e gjykatës kushtetuese, duke qenë mungesa e një institucioni shumë të rëndësishme për shtetin e së drejtës, ka bërë që të lindin një sër problemesh. Ky shembull tregon shumë mirë se sa të rëndësishme janë institucionet për një vend, aq më tepër kur flasim për institucione të rëndësishme. Përmenda gjykatën kushtetuese, por mund të përmend këtu edhe gjykatën e lartë. Në fakt, qytetarëve aktualisht janë duke u mohuar të drejtat dhe liritë themelore për shkak se gjykata e lartë, edhe ajo prej thuajse 2 vitesh është jashtë funksionit për shkak të mungesave të gjyqtarëve që nuk arritën dot të kalojnë vetimin. Po. Jo, pikërisht, gjitha kjo që theti ka të bëjnë me ndryshimin e rregullat lojës, me shtrembrimin e tyre, për të cilat do flasim pak më vonë. Po në lidhje me atë që the pak më herët Marrësh, në lidhje me atë mungesën e kulturës që kemi ne si popull, si qytetar, për të qasur institucioneve. Besoj që kjo vjen edhe nga mënyra se si sillen aktor politik në Shqipëri apo jo. Sepse ne kemi edhe atë traditën që t'i referohemi gjithmonë partive politike, liderëve dhe shkojmë gjithmonë pas tyre. Mendoj që edhe kjo është një çast pikë shumë që duhet diskutuar, domethënë, sepse në radhë parë mendoj unë duhet të ketë, sepse ne gjithmonë këto 30 vite kemi bërë shumë reforma. Por reforma që nuk po japin rezultat. Kemi edhe dy raste të fundit, reformën e drejtësisë, reformën zgjedhore, që unë jam shumë skeptik për të dyja, sidomos për atë drejtësi, po edhe për këtë zgjedhore. Po unë jam i mendimit që në radhë parë klasa jonë politike duhet reformohet vetë një herë, sepse jemi akoma me atë të vjetrën. Nuk e di se shikon ti domethënë. Unë e shoh shumë të rëndësishme këtë reformimin e klasës politike. Qartë. Po, reformimi i klasës politike në vetvete është një proces që mund të jetë shumë i nevojshëm, por duhet parë mekanizmat se si duhet bërë. Unë mendoj, Albi, që më shumë se sa e ka të nevojshme klasa politike që të reformojë dhe të ndërtojë institucione të forta, e kanë të rëndësishme qytetarët. Pra, është qytetari ai që ka nevojë që të ketë një gjykatë të pavarur, të paanshme, që zbaton parimet e procesit rregullt ligjor, më shumë se që ka të nevojshme një politikan ose një drejtues politik i cili mund ta gjejë drejtësinë në thojza edhe në mënyra të tjera. Jo, sigurisht, e kam të aspektin ndryshimit të rregullave më shumë. Në mënyra si bën rregullat e lojës, sepse mungesa e gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë e shumë institucione të tjera vjen si pasojë e mungesës të vullnetit politik për të çuar përpara këto reforma. E kam nga ky aspekt, domethënë, që klasa politike i shfrytëzon gjithmonë këto situata, këto vakume për të çuar para interesat e tyre. Edhe te kjo pikë mendojmë që duhet pas një reformim. Pra duhet që nga pikpamja e qytetarëve, po e ripërsëris, domethënë se mendoj që është e rëndësishme. Mendoj që më të rëndësishme, më të interesuarit për të pasur institucione, për të pasur rregulla të qarta, për të pasur kushtetutë pa ndryshueshme, për të pasur ligje të mira kështu me radhë janë qytetarët. Prandaj them që duhet jenë qytetarët të cilët duhet reagojnë, qytetarët të cilët duhet ushtrojnë presion, qytetarët që duhet përdorin qoftë mekanizmat institucional, qoftë media, qoftë shoqërinë civile apo dhe mekanizma të tjerë në mënyrë që të mos i lejojnë politikanë që ndryshojnë rregullat e lojës sipas interesave të tyre. Në Shqipëri aktualisht është diskutuar e tëra një reformë në drejtësi dhe ka pasur shumë aktorë të cilët i kemi dëgjuar duke thënë që 95-99% e qytetarëve shqiptar duan një reformë në sistemin e drejtësisë. Unë nuk e di nga ka dalë kjo e thënë, nuk kam parë qytetarë që kanë dalë në rrugë dhe kanë protestuar për një reformim të sistemit drejtësisë kështu me radhë. Di që qytetarët e kanë ndier problematikën e madhe që ka pasur sistemi i drejtësisë, por nuk e di nga ku dilnin këto aludime që populli po kërkon një reformë kështu me radhë. Nga ana tjetër unë nuk di që gjithë diskutimi që po bëhet aktualisht për reformën në drejtësi dhe thuhet që 90-80% e qytetarëve kërkojnë lista të hapura, lista të mbyllura kështu me radhë, nuk di se për këtë qytetar referohen. Pra, të gjithë flasin në emër të qytetarëve, por në fakt vetë qytetarët nuk janë askund për të folur në emrin e tyre. Kështu që unë mendoj që është shumë e rëndësishme që qytetarët të flasin në emrin e tyre dhe të jenë qytetarët që të bëhen mbrojtësit e vetes së tyre, sepse patjetër po e ripërsëris,
Nuk mund të presim që as pushteti ekzekutiv, as pushteti legjislativ dhe as partitë politike të kenë interes për të ndërtuar institucione të forta, të kenë interes për ndërtuar rregulla të qarta loje kështu me radhë, sepse vetë ata do ishin fare që do duhet të kufizonin pushtetet e tyre. Nuk e di sa vullnet ka klasa jon politike për të vetë kufizuar, por në çdo rast unë mendoj që kjo gjë nuk duhet I lihet vullnetit tyre, sepse pastaj do ishim në kushte arbitrariteti. Kështu që unë mendoj sigurisht, po lind pyetja instinktivisht. Tarët ata që duhet të reagojnë me forcë për ta mbajtur dhe klasën politike në shinat e ligjshmërisë. Sigurisht, po lind pyetja Marash. Sa vullnet ka populli? Sepse duke pa edhe ndodhjet e fundit, domethënë kjo përgjumja e popullit është shumë e frikshme. Sidomos rastin e teatrit kombëtar një herë, është shoh shumë të vakët popullin, shumë mos reagues. Padyshim, është një problematik, rasti I teatrit kombëtar siç ju e përmendet me drejtë, unë kam pasur mundësi pra hapësira publike sa më është dhënë që ta ngrej, sepse mendoj që është një nga rastet më flagrante se si nëpërmjet një procesi tërësisht të paligjshëm në shkelje të vlerave të trashëgimisë kulturore dhe në mungesë të gjykatës kushtetuese apo çdo lloj kontrolli nga institucionet e drejtësisë, organet shtetërore morën vendime arbitrare dhe po aq arbitrare më pas ishin edhe veprime që u kryen, duke shembur një godinë e cila minimalisht kishte 80 vite dhe janë zhvilluar ka pasur disa histori shumë të rëndësishme të vendit tonë që janë zhvilluar pikërisht në atë godinë. Megjithatë, është e vërtetë edhe ajo që thua ti që në Shqipëri ka një problem sa I përket reagimit të qytetarëve lidhur me fenomenet denoncuese, por kjo si më thënë duhet na bëjnë ne që disa gjëra I shohim ndoshta pak më qartë për shkak të edhe të edukimit e kështu me radhë, që të reagojmë edhe më fort për të plotësuar atë boshtek që krijohet nga një mos reagim masiv I qytetarëve. Unë këtë në fakt e shoh të lidhur me kontekstin historik, pra ne vim nga një diktaturë shumë e gjatë për rreth 50 vite, ku qytetarët janë mësuar që të mos ta ngrejnë zërin, të mos flasin, të mos denoncojnë, të shikojnë punën e tyre, të heshtin e kështu me radhë. Un kam nuk po ju sjell shembuj të tjerë, un kam rastin tim personal, në këto periudhë ashtu siç ti e di, jam ngritur dhe jam përpjekur që ngrej disa problematika në universitetet publike dhe në arsimin e lartë, duke synuar që të përmirësojmë diçka ose të paktën të denoncojmë në mënyrë që njerëzit të hapin sytë dhe më pas t'i hapin mundësi një procesi reformues. Megjithatë, kam pasur shumë njerëz që duke përfshirë edhe familjarë të mi të ngurshëm kanë kërkuar që të mos dalë kaq shpesh, mos ngrej kaq shumë zërin, cila është arsyeja pse po e bën kështu me radhë. Pra ka një mendësi e cila është formuar përgjatë shumë viteve, që I pengon domethënë ose nuk është thyer akoma në këto 30 vite në mënyrë që të kemi një klasë ose të kemi një elit qytetare që reagon. Megjithatë, unë besoj që kjo gjë I takon më së pari mediave ta bëjnë, si pushteti I katërt, më pas I takon sigurisht edhe shoqërisë civile. Pra mediat së bashku me shoqërinë civile duhet të përpiqen dhe të reagojnë fort që institucionet shtetërore të tre pushtetet, pushteti ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, të jenë gjithmonë në shinat e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë. Dhe kjo bëhet vetëm duke ju drejtuar këtyre institucioneve, pra nuk mund të shmangen institucionet. Unë e kam të pakuptueshme, qoftë për shkak formimit tim si student I drejtësisë apo si jurist, që dëgjoj njerëz që flasin kjo është e paligjshme, ndërkohë që asnjëherë nuk I drejton institucioneve, pra nuk I drejton gjykatës, nuk I drejtohen prokurorisë, ndërkohë që fjala paligjshmëri dhe ligjshmëri mund të jenë ndër fjalët më shpesh të abuzuara, po askush nuk mund të thotë që diçka është e ligjshme ose është e paligjshme, për sa kohë që nuk ka një gjykat që është shprehur mbi këto fakte dhe mbi këto pretendime që personi ngre. Besoj kjo vjen edhe nga mungesa e besimit që ekziston te gjyqësorja. Duhet ta themi edhe këtë, sepse ka një mosbesim shumë të madh te sistemi gjyqësor, domethënë qytetarët domethënë thonë që është e paligjshme, po edhe kur I thotë që ti drejtohet gjykatës, gjëja e parë që thonë është që ato do vendosin nga ti thot partia. Është vërtet që ka një mosbesim në rritje të qytetarëve ndaj sistemit të drejtësisë ose të njerëzve ndaj sistemit të drejtësisë. Kjo nuk është pa ndonjë arsye. Un kam prej 2 vitesh tashmë që kam një marrëdhënie thuajse të përditshme me institucionet e drejtësisë, gjykatat, prokuroritë dhe institucione të tjera dhe ka arsye të bazuara për dyshuar në fakt se sa këto institucione ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me ligjin, në pavarësi dhe pa anësi të plot. Megjithatë, unë mendoj që pavarësisht se këto institucione kanë problematika, duke I shmangur ato sërish nuk do kemi asnjëherë zgjidhje.
Pra, për mirë dhe për keq këto institucione që kemi sot, ne duhet ju drejtohemi këtyre institucioneve, duhet përpiqemi të përmirësojmë ato, duhet përpiqemi që të zaurojmë të gjitha rrugët institucionale, por asnjëherë nuk duhet i shmangim, sepse asnjë lloj zgjidhje që vjen në mënyrë jashtë institucionale nuk mund të jetë një zgjidhje e dobishme dhe e mirë në afatgjat. E them këtë gjë sepse edhe në qoftë se një problem i caktuar mund të zgjidhet shpejt në mënyrë afatshkurtër, duke u marrë një vendim jashtë institucioneve, sërish në afatgjat problemi do ngelet aty dhe nuk është i zgjidhur sepse nesër pas nesër ai rrezikon të përsëritet. Ja po themi po marr një shembull konkret, ne shpesh për shembull shohim që palët politike për çështje të caktuara ulen dhe dakordsohen në rrugë jashtë institucionale, por duke qenë se zgjidhja nuk ka ardhur në rrugë institucionale, sërish problematika përsëritet. Kishim për shembull rastin e marrëveshjes politike të datës 5 qershor. Pikërisht për të pyesje, çfarë mendimi ke për Këshillin politik? Sepse unë si jurist vetë, domethënë jam shumë skeptik ndaj atij institucioni, le të them. Unë mendoj që Këshilli politik nuk është një institucion. Nuk është një thojza kam fjalë, është në thojza, institucion thojza. Ja ti nuk mbështetet askund. Pra nuk ka asnjë nen të kushtetutës, nuk ka asnjë nen të asnjë ligji, nuk ka asnjë nen të asnjë akti nënligjor që të përcaktoj që do krijohet një këshill politik me përbërje ndërpartjake, me parti parlamentare dhe jashtëparlamentare kështu me radhë. Pra praktikisht Këshilli politik nuk është institucion, nuk ekziston si organ, është thjesht një bashkim vullnetar i disa grupime politike që përfaqësojnë interesa të ndryshme dhe të cilët ranë dakord mbi disa pika të ndryshme. Pra është një shpikje sui generis, e pa dëgjuar dhe e pa parë më përpara, e cila duke mos qenë institucion, duke mos e bazuar veprimtarinë e saj në asnjë ligj të Republikës së Shqipërisë, sigurisht dhe çdo akt që do prolonte do ishte shumë i dobët, pra do ta kishim shumë të vështirë që të kishim një akt siç ishte marrëveshja 5 qershor që më pas të bëhej e zbatueshme. Pikërisht fakti se ky këshill nuk është një institucion kushtetues ligjor ose nënligjor, ka ardhur fakti që më pas marrëveshja që u arrit në datë 5 qershor, megjithëse kishte kompromisin e gjitha palëve, dukshëm nuk u respektua më pas, sepse askujt nuk mund, patjetër që kuvendit nuk mund të imponohej, kuvendi që është një organ kushtetues nuk mund të imponohej një marrëveshje që vinte në rrugë jo institucionale. Kjo është arsye pse unë them që rruga institucionale është shumë e nevojshme. Pra, jam shumë dakord me atë që thua, thjesht një pikë para se të vazhdosh. Sepse Këshilli politik u fry shumë edhe nga ndërkombëtarët, sidomos nga ambasada e Shtetit Bashkuara. Sepse ti e di shumë mirë që ngrit u bë çështje, domethënë Këshilli politik, organ jo kushtetues etj. Dhe ambasadori amerikan justifikoi me këtë që është vullneti i palëve politike. Po mendon që ka pasur të bëj edhe fakti që opozita e madhe, le të themi, jashtë parlamentare, nuk ishte në parlament dhe ishte e pamundur që gjithë ato diskutimet bëheshin në rrugë institucionale? Po, jam dakord me pjesën që faktori ndërkombëtar e shtyu dhe si më thënë e fryu pjesën e Këshillit politik, po unë mendoj që aty kishte një qëllim të ligjshëm, pra kishte një qëllim të drejtë. Faktori ndërkombëtar, ashtu si gjithë faktorët e tjerë, mendoj edhe faktor kombëtar dhe njerëz racional, gjithmonë i shtyn palët politike që shkojnë drejt dialogut dhe jo drejt përplasjes, sepse duke shkuar drejt dialogut, sigurisht që palët mund të prodhojnë rezultate më të mira për vendin. Përplasja, asnjë lloj përplasje që ka ndodhur në Shqipëri nuk ka prodhuar asnjëherë rezultate pozitive për të ardhmen e vendit. Vetëm dialogu, kur ka qenë i sinqert dhe kur ka qenë i vërtetë dhe ka përpusur interesat e palëve me interesin e përgjithshëm ose me interesin qytetar, ka prodhuar rezultate të mira. Në këtë kuptim, arsyeja pse faktori ndërkombëtar ose pse faktori kombëtar e shtyu krijimin e një këshilli politik që po e përsërisim është një organ sui generis, është pozitive dhe është deri diku një qëllim i ligjshëm. Pra për të ndërtuar, po themi, një dialog të munguar ndërmjet palëve dhe për të parë se nëse këto palë mund të binin dakord mbi disa aspekte të caktuara të procesit zgjedhor që pritet të ndodhë në periudhën prill-maj të vitit 2021. Nga ana tjetër, rezultatet që do prolonte ky këshill politik ishin në pikpyetje, sepse çfarëdo lloj rezultati që do prolonte ky këshill politik nuk mund të imponohej qoftë kuvendit të Shqipërisë dhe nuk mund të imponohej asnjë institucioni, sepse sigurisht kuvendi i Shqipërisë, qeveria, presidenca, gjykatat etj. Janë institucione kushtetuese dhe ligjore, të cilat kanë kompetencat dhe drejtat e tyre dhe asnjë organ, asnjë bashkim ose grupim nuk mund t'ju imponohet atyre. Pra, nuk mund t'i vinte kuvendit
një propozim ose një marrëveshje e cila ishte realizuar në mënyrë, po themi, jashtë institucionale dhe të imponohej me forcë. Thënë këtë gjë, unë mendoj që marrëveshja qershorit ishte një marrëveshje politike ndër palëve që varej shumë tek vullneti që kishin palët. Nëse palët do kishin vullnet për ta zbatuar, ajo mund të zbatohej. Nëse palët nuk do kishin vullnet, siç në fakt ndodhi, ajo nuk do zbatohej dhe askush sot nuk mund t'i drejtohet gjykatës dhe të kërkoj pse nuk është respektuar marrëveshja 5 qershorit, përveç se të kërkoj, po themi, mekanizma siç janë sërish mekanizma institucionale. Edhe faktori ndërkombëtar, Albi, si ta themi, le të jemi të hapur me qenë se jemi të rinj dhe disa gjëra duhet kemi guximin për t'i thënë. Faktori ndërkombëtar është një mekanizëm jashtë institucional. Pra, faktori ndërkombëtar nuk mund të shikohet si një faktor që sjell zgjidhje për problemet që ka demokracinë, shtetin e së drejtës, zgjidhjen e problemeve kushtetuese, ligjore, zgjidhjen e problemeve të sistemeve kështu me radhë. Ne duhet ta shohim të lidhur me institucionet tona dhe me qytetarët tanë. Nuk mund ta shohim të lidhur buriqësisht me faktorin ndërkombëtar, i cili her pas here sigurisht që ushtron edhe presion pozitiv ndaj institucioneve dhe drejtuesve të vendit tonë. Sigurisht, por her pas here duhet të thënë domethënë që ato shtin para interesat e tyre. Patjetër, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Sidomos mendoj në rastin më të fundit, në rastin e prononcimit të ambasadores amerikane për rastin e Ora Newsit dhe pronarit saj, që mendoj që ishte një çast shumë e gabuar nga ana saj. Ishte më mirë që mos ndërhynte, sepse krijoi shumë, të paktën është mendimi im, nuk e di mendimin jot, po do doja të dija edhe mendimin tënd. Është një çast shumë e gabuar mendoj unë, sepse ka krijuar shumë diskontent edhe tek populli i gjerë. Sepse ti je një organ, një nga ambasadet e cila ka financuar shumë, ka dhënë shumë për atë institucion, për SPAK-un e kam fjalën. SPAK-u po kryen një lëvizje, nuk di si ta quaj, politike / ligjore, dhe ti si ambasad prononcohesh në një mënyrë, domethënë duke që lë shumë për dëshiruar mendoj. Nuk e di si e shikon ti. Po, s'pari për ta ndarë, domethënë, s'pari për ndarë çështjen cilës ju referove dhe më pas edhe reagimin që ka pasur ambasada amerikane ndaj rastit në fjalë. Unë mendoj dhe kam shprehur në fakt edhe në rrjetet e mia sociale që një ndër parimet kryesore që duhet që është pranuar dhe po që thënohet është prezumimi i pafajësisë. E kam diskutuar edhe me miqtë mi, është jashtë logjike domethënë që ta na shkalohet ky parim, po që vazhdo lutem. Po, sepse shoh shumë të rëndësishme, Albi, sepse prezumimi i pafajësisë është thelbi, po themi, i çdo të drejtë që ka një person ndaj të cilit iniciohet një proces penal. Unë nuk e kam shqetësimin nëse personi në fjalë rejtohen ose jo të drejtat, sepse kjo është një çështje që i takon atij në mënyrë individuale, dhe unë besoj që nëpërmjet vetë personalitetit të tij dhe njerëzve që asistojnë ato avokatet e tij, ai ka mundësi që t'i garantojë më së miri të drejtat e tij. Por si qytetar, si jurist, mua më shqetëson që ndaj kujdo qoftë që fillon një proces, ai automatikisht prezumohet i fajshëm dhe më pas çdo gjë që ndodh duke u nisur me prezumimin e fajësisë së tij. Ndërkohë që prezumimi i pafajësisë është një ndër parimet themelore të shtetit të drejtës, mbi të cilën ngrihet e gjithë e drejta penale e çdo shteti dhe sistemi demokratik. Pra, unë nuk kam sot fakte që të them nëse X ose Y është i fajshëm, i ka kryer apo nuk i ka kryer këto veprime, dhe për sa kohë nuk ka një vendim gjyqësor të formës së prerë, atëherë personi ose kushdo qoftë personi duhet konsideruar i pafajshëm. Nga ana tjetër, unë mendoj që një sekuestro, siç ka vendosur SPAK-u ndaj pasurive të personit në fjalë, duhet të jetë pak më e kujdesshme dhe jo të aplikohet në mënyrë arbitrare. Për shembull, një sekuestro ndaj një pasurie të paluajshme që mund të jetë një apartament, një makinë ose një pasuri tjetër, nuk mund të jetë e njëjta gjë si me vendosjen e sekuestrit ndaj një televizioni. Sepse televizion nuk përfaqëson thjesht interesat private të pronarit të tij, por përfaqëson edhe interesa publike që lidhen me drejtën e informimit të qytetarëve dhe me të drejtën që kanë gazetarët e këtij televizioni për të shprehur lirisht. Pra, në këtë kuptim unë mendoj që mënyra se si SPAK-u duhet të ishte qasur, SPAK-u sa i përket televizionit duhet të ishte qenë e ndryshme. Thënë këtë, unë mendoj që ndërhyrjet që vijnë nga çdo lloj pale në punët e sistemit të drejtësisë janë ndërhyrje të papranueshme, qofshin këto mbështetje, qofshin këto kundërshtime etj, përveç se në rrugë institucionale. Në këtë kuptim, edhe reagimin e ambasadës amerikane e shoh pak të nxituar, mendoj për rastin konkret, sepse
ambasada amerikane ashtu si çdo ambasadë tjetër dhe si çdo shtet tjetër, shoqëri demokratike siç unë besoj që janë Shtetet e Bashkuara, e ka shumë të qartë që nuk mund të ndërhyjë në punët e sistemit të drejtësisë, aq më tepër kur bëhet fjalë për çështje shumë delikate. Sigurisht do më mjafton të shikosh sistemin këtu kur është një çështje shumë delikate, për shembull, Gjykatën Supreme të Amerikës, asnjëra nga partitë politike nuk prononcohet direkt, domethënë që të nikojë tek puna e gjykatës. Po kështu duhet të jetë. Në fakt ky duhet të jetë parimi. Pra, SPAK-u ka të drejtë që të hetojë, të procedojë, të sekuestrojë, të kërkoj marrje masash, të kërkoj dënime kështu me radhë, gjykata pastaj është ajo e cila duhet të vendosë nëse këto kërkesat e SPAK-ut janë ose janë të drejta ose të padrejta, nëse hetimet janë të lishme ose të palishme, masat janë marrë në përputhje me parashikimet e procedurës penale apo nuk janë marrë në përputhje me kërkesat ligjore. Nuk duhet të jenë partitë politike, nuk duhet të jenë pushtetet e tjera që duhet të determinojnë se si do jetë puna e sistemit të drejtësisë. Një nga arsyet kryesore pse ne kërkuam bërjen e një reforme në drejtësi, ka qenë që ndërtonim institucione të pavarura, të paanshme, të cilat të liheshin të qeta për të bërë punën e tyre. Çdo lloj ndërhyrje në punën e këtyre institucioneve, unë mendoj që e dëmton punën e tyre dhe eventualisht i vendos edhe ata në një presion që mund të mos shkojë aq në favor të ligjit sa të shkelje ligjore. Megjithatë do doja të thosha shkurtimisht Albi, meqense u nxita nga pjesa e reagimit që pati ambasada së fundmi, unë mendoj që kjo nuk ka qenë një qasja njëjtë që ka pasur ambasada amerikane në rastin kur një gjyqtar i kolegjit posaçëm të apelimit u mor si i pandehur, pasi në atë kohë kujtoj këtu që pati një reagim të ambasadës që foli për një komplot kundër reformës në drejtësi. Pra, në qoftë se SPAK-u sot mbështetet për luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, SPAK-u duhet mbështetur në çdo kohë. Pra, duhet mbështetur edhe kur heton një gjyqtar të një prej organeve më të rëndësishme të vetingut që është kolegji i posaçëm i apelimit, ashtu siç duhet mbështetur edhe në rastin kur heton persona të tjerë, kur sekuestron pasuri e kështu me radhë. Ose kur nuk heton, është duhet theksuar edhe kjo, si rasti i teatrit kombëtar për shembull. Sepse ambasada amerikane nuk e prononcon rastin e teatrit kombëtar. Sepse u mshu fort që nuk e di SPAK-u ose sistemi i drejtësisë përgjithësi duhet ndërhynte te rasti i teatrit për shkak që nuk u bë. Edhe asnjë trup diplomatik nuk e shtyu këtë gjë, që sistemet që organet e drejtësisë të kryejnë punën e tyre. Qartë. Patjetër, ky është thelbi i gjës. Unë nuk di një rast tjetër ku përfaqësitë e huaja diplomatike ndërhyjnë ose shprehin qëndrime lidhur me veprimtarinë e organeve të drejtësisë së një vendi. Nëse po themi ka raste të tjera, përveç po themi Kosovës ose vendeve të rajonit që gjenden pak a shumë në të njëjtat kushte që jemi ne këtu, unë nuk di në asnjë rast tjetër që përfaqësitë e huaja diplomatike të shprehin qëndrimet tyre lidhur me procese gjyqësore. Për shembull, nuk di dhe nuk besoj që ambasadorja jon në Shtetet e Bashkuara të ketë shprehur ndonjë qëndrim të caktuar lidhur me po themi rastin e George Floyd, nëse është rasti më i nxehtë aktualisht në Shtetet e Bashkuara, apo lidhur me raste të tjera. Kështu që patjetër që Shqipëria nuk janë Shtetet e Bashkuara, por as në Francë, ku kam pasur mundësi të jetoj dhe të studioj, nuk kam parë që ambasadorë të vendeve të ndryshme, sado që këto vende mund të ishin të rëndësishme, të shprehin qëndrime lidhur me procese hetimore, gjyqësore kështu me radhë, sepse çdo ndërhyrje pastaj jep të drejtë personit të dyshojë që ka pasur ndikime në në pavarësinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve në proceset që janë kryer ndaj tij. Unë nuk jam kundër prononcimit të trupeve diplomatike, është thjesht çasti aty, mënyra se si ato prononcojnë, sepse unë nuk do të isha kundër nëse ambasadorja e Shtetit të Bashkuara do të dilte dhe thoshte që palët politike duhet ta lejojnë SPAK-un të vazhdojë punën e çet. Një prononcim i tillë do të ishte shumë i drejtë për mendimin tim. Po, do të dalësh të prononcosh duke thënë që SPAK-u le të hetojë kriminalët, kjo sikur i jep më shumë, si ta them, i jep më shumë zemër SPAK-ut dhe e vendosën një pozitë më tulët të pandehurin, mendoj unë. Mendoj që një deklaratë e tillë shkel parimin e dumimit të pafajësisë. Pra, unë nuk e di nëse personat në fjalë janë ose jo kriminal, sepse nuk ka një vendim gjyqësor. Kështu që lutem korrigjon nëse kam gabim, thjesht më duket sikur ambasadorja ka përdorur fjalën kriminal, më duket. Në deklaratën e saj e ka përdorur apo jo? Që të jemi, domethënë, transparentë me njerëzit që do të çojmë. Albi, unë mendoj që përtej rastit po themi konkret dhe deklarimit konkret, unë mendoj që ky duhet jetë parimi. Pra parimi duhet jetë që organet e drejtësisë, prokurori, gjykat etj. Duhet të lihen të bëjnë punën e tyre dhe ato të kundërshtohen nëpërmjet mekanizmave që ka ofruar vetë sistemi i drejtësisë. Një vendim i padrejtë
ose i palishëm i prokurorisë mund kundërshtohet në gjykatë, nëse nuk je dakord me gjykatën e shkallës parë, mund shkon në gjykatën e apelit, eventualisht në gjykatën e lartë, gjykatën kushtetuese kur krijohet, apo deri edhe në gjykatën e Strasburgut. Pra vetë sistemi i drejtësisë i ka ofruar kujdo mekanizmat se si mund ta gjejë të drejtën e tij. Vetëm duke i zbatuar këto mekanizma dhe duke i respektuar këto mekanizma, ne mund të ndërtojmë institucionet e drejtësisë më të forta dhe kemi mundësi që ndërtojmë, po themi, ti kontribuojmë shtetit të së drejtës. Çdo lloj ndërhyrje, qoftë edhe dashamirëse, siç ndoshta mund të jenë ndërhyrjet e faktorit ndërkombëtar, unë mendoj që nuk i shërben dhe aq shumë forcimit të këtyre institucioneve dhe eventualisht bërjes së një pune të mirë në përputhje me kushtetutën dhe ligjin. Ky është parimi, mendoj që duhet të respektohet nga gjithë dhe unë personalisht si student i drejtësisë apo edhe si jurist i ri jam shumë pro bërjes një betejë për respektimin e këtyre parimeve. Personalisht nuk do preferoja të shprehesha mbi asnjë proces i cili është aktualisht duke u zhvilluar deri në momentin që do kishim një vendim përfundimtar mbi i cilin më pas mund dilnim edhe me konkluzione të caktuara. Shumë dakord. Mart, nëse nuk bezdisësh, të kthehemi pak te rasti i teatrit. Sepse u diskutohet shumë mbi procedurën, mbi gjitha vendimet që u morën mbi shembin e teatrit, por një aspekt tjetër që nuk është adresuar fare në mënyrë institucionale, mendoj unë, janë drejtat e njerëzit që u cënuan atë ditë, sepse nuk kemi të bëjmë vetëm me shkelje procedurale, shkelje nga ky aspekt. Kemi të bëjmë me shumë shkelje drejtave të njerëzit që janë bërë atë ditë. Domethënë që nga momenti kur policia ka rrethuar teatrin, kur ka boshadisur teatrin, dhe deri domethënë në mbylljen e protestës të asaj dite. Si e shikon këtë aspekt, këtë mungesë të çastit institucionale për sa i përket drejtave të njerëzit? Por ne merrem vetëm me aspektin procedural, domethënë me vendimin që u morën nga Këshilli Bashkiak, me vendimin që mori qeveria për kalimin e pronës etj etj. Patjetër, unë mendoj që respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit është një ndër aspektet më të rëndësishme të një shteti demokratik dhe të një shteti të së drejtës. Në këtë kuptim, edhe në rastin e teatrit kombëtar kishte disa problematika. Spari nga pamjet filmike evidentohet qartë që ndërkohë që kishte filluar shembja e teatrit, qytetarët nuk ishin larguar akoma nga godina e teatrit. Një pjesë ndodheshin brenda, një pjesë ishin shumë pranë godinës. Potencialisht, në momentin që ka pasur ndërhyrje dhe ka filluar prishja e teatrit, e gjithë godina, duke qenë se ka një strukturë që është një godinë boshe për shkak të vetë strukturës që ka, mund të ishte shembur njëkohësisht dhe të kishin pasur në këtë rast edhe qytetarët e lënduar apo edhe viktima. Kështu që unë mendoj që duke filluar nga këtu, kemi një shkelje të dukshme, sepse nëpërmjet veprimeve që po kryheshin nga ana e inspektoriatit është rrezikuar jeta atyre qytetarëve që ndodheshin brenda ose ndodheshin pranë godinës. Së dyti, mendoj që po ashtu arrestimi i qytetarëve për shkak se ata ishin duke protestuar është në dhunim të drejtës së tyre për të kundërshtuar ose për të protestuar, sepse asnjë qytetar nuk mund të arrestohet thjesht sepse është duke ushtruar një drejtë kushtetuese, një drejtë e lishme që është e drejta e tij. Të lutem të qëndro pak te pjesa e tubimit. Lutem ta diskutojmë 2 minuta këtë sepse është shumë e rëndësishme këtë pjesën e tubimit. Besoj bie edhe ti dakord me mua në pikën që e gjitha ajo mbyllja e vendit për shkak të pandemisë, që mendoj që deri një farë pikë ishte e drejtë, po në ditën e shembjes së teatrit u bë qartë, domethënë mendoj unë, që gjitha ajo, domethënë gjitha ato masa ekstreme që u morën u bën vetëm për këtë gjë, domethënë që teatri shembe. U shemb diel në orën 4:30 mëngjesit kur çdo qytetar ishte në shtëpi, nuk ishin informuar që do shembe, askush nuk është pyetur që do shembe, pra mendoj që para se shembjes së teatrit kemi dy drejta të njerëzit që janë shkelur. Kemi drejtën e informimit, kemi drejtën e pjesëmarrjes në vendimarrje publike. Të dyja këto janë parashikuar në Konventin Evropian për Drejtat e Njerëzit. Pastaj dalim te pjesa që theti e dhunës, e arrestimeve etj, që mendoj që ka 2 shkelje. Kemi tubimin edhe lirinë e shprehjes, sepse tubimi dhe liria e shprehjes janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Sepse tubimi është një nga format e lirisë së shprehjes. Për sa i përket rastit të tubimit, sepse shumë qytetarë ditë u arrestuan me pretekstin që kishin shkelur rregullat e karantinimit, pra lockdown, se nuk po më vjen fjala shqiptare. Rregullat e mbylljes të vendit. Dhe unë kam studiuar shumë në IMSI ligjin për tubimet. Dhe ligji parashikon domethënë tubimet, që bëhet njoftimi para prakë etj, por parashikon dhe tubimet emergjente, tubimet urgjente, që njihen në drejtën kombëtare. Po përsëri tek tubimet urgjente kërkohet një lloj lajmërimi, që unë mendoj që është komplet në kundërshtim
në kundërshtim me drejtën e kombëtarëve, domethënë për sa i përket lirisë tubimit, po si mendon ti, domethënë ishte e drejtë e gjitha ajo që ndodhi, sepse unë e konsideroj atë që ndodhi aty si një tubim urgjent. Sepse qytetarët e panë se çfarë po ndodhi, çfarë policia po bënte dhe dolën përpara teatrit. Dhe kjo është një pikë që unë besoj që do adresoj edhe vetë të ardhmen, së bashku me tjerë nëse do jetë mundësia ose me ty, që ligji për tubimin duhet ndryshuar këtë aspekt. Sepse u përdor pandemia, po rasti i Asadit ishte një tubim urgjent. Ishte një tubim komplet spontan. E mendoj unë të paktën ashtu shikojnë, sepse njerëzit nuk e kishin parashikuar se do dinin tubonin. Shumica e njerëzve atë ditë paktën nuk e di, nuk kam qenë atje, por aq sa kam parë nga palmet filmike, njerëzit kanë filluar të shtohen me kalimin e orëve pas shembjes të teatrit. Dhe nuk e di se shikon ti nga kjo pjesë, domethënë. Po, e them me drejt Albi që kjo është një çështje që ngërthen në vetvete shumë aspekte të ndryshme, duke filluar po themi nga lishmëria ose e vendimive dhe veprimeve për shembin e teatrit dhe deri në mënyrën pastaj se si kjo ndodhi dhe reagimin që patën institucionet shtetërore më pas ndaj qytetarëve. Spari sa i përket ligjit për tubimet, është e vërtetë që ligji për tubimet parashikon një njoftim që duhet i bëhet policisë së shtetit lidhur me faktin që do zhvillohet një tubim në një zonë të caktuar, lidhur me organizatorët e kështu me radhë, por në këtë rast, dhe kjo është arsyeja pse në vendin tonë në fakt ky ligj është zbatuar në mënyrë të gabuar, sepse njoftimi nuk nënkupton marrje leje. Pra, nuk i merret institucioneve shtetërore leje, a mund të ushtroj unë të drejtën time të protestës, sepse kjo do ishte njësoj, sikur ne të thoshim. Është privilegj pastaj. Domethënë e drejta e njeriut kthehet privilegj, që nuk është ky thelbi i drejtës njeriut. Pra të drejtat e njeriut nuk mund të ushtrohen me kërkesë. Unë nuk mund t'i kërkoj institucioneve shtetërore, ju lutem, a më jepni leje që të ushtroj lirinë time të shprehjes, ose a më jepni leje ju që unë të ushtroj të drejtën time për punë ose të drejtën time për jetë e kështu me radhë. Pra të drejtat e njeriut nuk bëhen me kërkesë, kështu që ligji ka parashikuar vetëm njoftimin si një procedurë për t'i dhënë mundësi institucioneve shtetërore që të garantojnë mbarvajtje në përputhje, po themi edhe me interesa të tjera të rëndësishëm, siç është ruajtja e rendit dhe sigurisë publike. Në këtë kuptim, ky njoftim nuk nënkupton në asnjë rast marrje leje pari. Dhe së dyti, ashtu siç ti me drejtë the, në atë rast ne nuk kishim një protest ose një tubim të planifikuar, por kishim thjesht një reagim që vinte si rezultat i një zhvillimi të mëparshëm. Pra aty qytetarët janë mbledhur në mënyrë thuajse spontane, nuk ka pasur organizator, sepse njoftimin për një zhvillim e një tubimi duhet ta bëjë një organizator ose organizatorët. Në atë rast ne nuk kishim organizator, sepse çdo qytetar që e ka ndier që shembja e teatrit ishte një veprim i palishëm, arbitrar, korruptiv, antidemokratik i institucioneve qeveritare apo institucioneve vendore, ishte në shesh, përfshirë dhe mua, për të kundërshtuar këtë lloj vendimi, po aty nuk ka pasur organizator, pra nuk ishte se kujt i t'ia kërkoje përgjegjësinë pse kishte ndodhur ky tubim. Spari dhe së dyti, vetë ligji parashikon apo edhe kodi i procedurës penale parashikon që ti nuk mund të marrësh dikë në përgjegjësi ligjore përpara se ti kesh bërë një njoftim që je pjesë e një tubimi të palishëm, duhet largohesh e kështu me radhë. Ne nuk kishim diçka të tillë. Pra po të shikosh momentin e parë kur forcat e policisë kanë shkuar te teatri kombëtar, ata kanë filluar të arrestojnë dhe të shoqërojnë qytetar pa ju dhënë asnjë lloj paralajmërimi dhe pa ju dhënë mundësi ndoshta edhe të largohen. Pra janë marrë qytetarë nga teatri, janë shoqëruar, janë mbajtur për orë të tëra në mënyrë tërësisht arbitrare. Nga ana tjetër edhe më pas ka pasur arrestime, ka pasur përdorim të forcës në mënyrë arbitrare, pra ka pasur dhunë, që mendoj që në këtë rast kemi të bëjmë edhe me vepra penale, ushtrimi i forcës në mënyrë të palishme, pasi kishim raste kur qytetarët, të cilët ishin tërësisht të pambrojtur sepse nuk kishin armë, nuk kishin mjete të forta, nuk kishin asgjë, shoqëroheshin duke ushtruar dhe duke përdorur edhe forcë që ishte disproporcionale. Mendoj që po të kishte pasur, po themi, interes ose po të kishin reaguar institucionet siç duhet të reagonin, atë ditë SPAK ose prokuroria e posaçme duhet të kishte filluar hetimet lidhur me dhunën që u ushtruan ndaj protestuesve, ashtu siç edhe drejtoria e shërbimit çështjeve të brendshme pranë Ministrisë së Brendshme duhet kishte marrë masa lidhur me disa punonjës policie, të cilët në mënyrë krejt të parasyeshme ose krejt jo në përputhje me situatën që ishte duke u zhvilluar, kryenin veprime të ndryshme. Sigurisht. Mendoj që ato veprime që kryen forcat e policisë së shtetit ishin pjesë e një skenari tërësisht të palishëm. Pra, si më thënë, është një panoramë plot. Ajo është një panoramë që ka shkelje të shumta. Kjo solli më pas edhe reagimin
e forcave politike po sot i reagimin e mediave, qytetarëve, shoqërisë civile, faktorit ndërkombëtar që e shikoj këtë si një nga shfaqjet më të rënda të një shteti që sillet në mënyrë arbitrare ndaj qytetarëve të saj, duke kryer arrestime, ndalime, dhunime. E vërteta është, Albi, që me sa kam unë informacion, duke qenë se ato ishin të gjitha arrestime, ndalime, ushtrim dhune i palishëm, nuk ka pasur ndaj asnjë qytetari procese. Pra nuk është se ka pasur procese, sepse s'kishin bazë ligjore. Pra nuk mund të fillojnë, nëse do kishin ata qytetarë që po protestonin do kishin shkelur ndonjë ligj ose do kishin vepruar në kundërshtim me ndonjë ligj caktuar, pastaj policia do ishte detyruar që çështjet ja referonte prokurisë, të kishin çështje ndaj njerëzve të cilët rrihen çështje penale ose procese penale. Dhe ndaj asnjë qytetari në ndjenjën time nuk ka pasur procese të tilla. Un kam qenë vetë për 2 miq të mi pranë policisë së Tiranës dhe pasi i kanë mbajtur për disa orë, i kanë liruar pa ju dhënë asgjë, pa ju dhënë asnjë cop letër. Minimalja që duhet të ndodh kur ti shoqërohesh në polici për një çështje të caktuar, duhet të mbahet një proces verbal dhe të jepet një kopje e këtij procesi verbali që ti të kuptosh arsyeën pse je ndaluar, pse je arrestuar, pse je shoqëruar e kështu me radhë. Dhe asnjë qytetari nuk i është dhënë asnjë cop letër. Janë arrestuar, janë mbajtur në komisariatet e policisë, pra në ambientet e brendshme të policisë, në shkelje edhe të distancave sociale, sepse në ambiente shumë të vogla janë mbajtur një numër shumë i madh njerëzish, dhe pas disa orësh, dikush pas 6 orësh, dikush pas 10 orësh, dikush pas 12 orësh, janë lënë të lirë, sikur ti kishte grabitur dikush në mes të rrugës dhe të mos ishte policia e shtetit e cila ka vepruar për të shoqëruar këta qytetarë. Pikërisht kjo është pjesa, po vazhdo. Forcat e policisë së shtetit atë ditë kanë qenë të gjithë pa numra identifikues. Këtë do të thotë. Kjo është një aspekt shumë i frikshëm domethënë. Në përgjithësi, ata ishin të pa identifikuar sepse nuk kishin as mbiemrin e tyre që zakonisht vendoset zakonisht e pjesën e krahut dhe nuk kishin as numrin identifikues, kështu që ishte e pamundur që ti të identifikoje policët të cilët kryenin veprime jo në përputhje me ligjin për policinë. Aktet e tjera ligjore. Dhe këtu marrësh duhet përmend, sepse unë po studioj këtë pjesë në lidhje me ligjin e tubimit. Domethënë gjykata europiane për drejtat e njerëzit, domethënë ka çështje, domethënë vendime që kanë nxjerr, kusohet domethënë që nuk është detyrim që polici në disa raste mos të ketë numër identifikimi apo emër, po të paktën duhet të ketë vizualisht mos të ketë masë domethënë. Pra fytyra e tij duhet të jetë e qartë. Po atë ditë ne kishim raste ku edhe nuk kishin numrat apo mbiemrin, po ishin me maska. Ky ishte aspekti më i frikshëm. Sepse ato policë nuk mund të identifikohen edhe nga fytyra nga protestuesit. Në rast se ato janë dhunuar nga ai person. Ishin me mask, ishin me kapele dhe kishte raste ishin edhe me syze. Kështu që secila nga këta komponente bënte të pamundur identifikimin. Pikërisht, sepse gjykata e drejtave të njerëzit ka gjetur një rrugë mesme ku ka thënë, "Ok, në disa raste numrat dhe emrat mund mos bahen, po të paktën fytyra duhet të jetë e qartë domethënë. Duhet shikohet fytyra e policit." Po kjo marrësh, nga kjo pikë duhet dalë edhe tek pika e fundit domethënë. Jo, para se të kalojmë. Më shqetëson fakti, domethënë deri diskutojmë gjitha këto dhunime drejta që janë bërë nga ana e policisë së shtetit, po më shqetëson fakti që asnjë qytetar nuk i ka adresuar këto. Edhe një herë, çdo padi që është ngritur në lidhje me çështjen e teatrit është lidhur me procedurën e shembjes teatrit. Pra akoma po merren me godinën. Edhe këto individ që janë dhunuar, janë mbajtur në komisariat në mënyrë paligjshme, nuk është dhënë një njoftim etj, nuk po adresojnë këto dhunime drejtash, nuk po i çasin institucioneve në këtë aspekt. Po, unë mendoj këtë gjë, Albi. Mendoj që shkuarës që ne kemi pasur, pra për shkuarës jo shumë të largët, nëse tashmë ka kaluar thuajse 30 vite, qytetarët në pjesën e tyre më të madhe e identifikojnë shtetin si një strukturë të tërë. Për mua dhe ty që kemi një formim juridik, ne kemi të qartë që shteti është i ndarë në institucione, në pushtete, ku secila duhet veprojë parimisht në mënyrë të pavarur nga institucione të tjera, ku parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve duhet të jetë thelbi i një shoqërie demokratike, po kjo nuk është po themi vizioni ose nuk është mendësia që kanë qytetarët. Qytetarët kur i arreston qeveria ose kur policia po themi arreston dhe i dalon, ata mendojnë që këtë gjë e ka bërë shteti. Dhe me shtetin ata identifikojnë praktikisht çdo institucion. Unë kam dëgjuar shpesh që nëse ti këshillon po themi një qytetari që ti drejt për një veprim policisë ose një strukturë shtetërore ti drejtohet prokurisë, të thotë në mënyrë shumë të thjeshtë që ata janë gjithë bashku, ajo është një strukturë e vetme dhe sigurisht që prokuroria nuk do marr masa
ndaj policisë që vjen deri diku edhe për shkak të mendësisë, por edhe për shkak të një eksperience që në fakt ndodh në Shqipëri. Mendësia e institucioneve shtetërore nuk ka shkuar ose nuk është zhvilluar shumë drejt asaj që institucionet duhet veprojnë për të kontrolluar dhe për balancuar njëra tjetrën. Megjithatë, pavarësisht se ndoshta nuk ka pasur procese të iniciuara nga qytetar, kjo në asnjë formë nuk e pengonte qoftë prokurorinë e Tiranës për ato vepra që në kompetencat e saj, qoftë prokurorinë e posaçme për ato që kanë bëjnë me veprimtarinë e saj, që të kryenin hetime, të kryenin verifikime, të mbledhnin prova, të inicionin procese, të çonin përgjegjës para gjykatës e kështu me radhë. Ashtu siç sepse prokuroria vepron kryesisht. Pra nuk ka nevojë prokuroria që të shkojë dikush një qytetar dhe t'i thotë që kjo ka ndodhur ajo ka ndodhur, për sa kohë që prokuroria këto gjëra mund t'i verifikojë vetë lehtësisht. Çdo prokuror që ka pa filmime, domethënë edhe nga shtëpia, edhe nga lajmet, mendoj duhet kishte detyrën, obligimin moral, obligimin ligjor, obligimin profesional që të paktën të shikonte atë, ta shikonte nëse domethënë kishte diçka për të parë aty. Patjetër. Nga ana tjetër, edhe shërbimi i çështjeve të kontrollit të brendshëm pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, që është një organ i cili vepron pikërisht për të kontrolluar nëse efektivet e policisë janë duke vepruar në përputhje me ligjin për policinë e shtetit dhe aktet në ligjore, është një organ i cili mund të veprojë edhe kryesisht. Pra ky organ mund të kishte ngritur një grup pune dhe mund të kishte iniciuar një verifikim ose një hetim të plot lidhur me veprimet që janë kryer nga efektivet e policisë së shtetit në ditën që u bë prishja e teatrit kombëtar dhe zhvillimet që ishin të mëpasme. Pra, pavarësisht se nga ana e qytetarëve ndoshta nuk ka pasur procese të iniciuara konkretisht, e cila vjen për arsye nga më ndryshme, sa patëm mundësi të diskutojmë, por sigurisht që ky është një diskutim shumë më i gjerë se kaq dhe meriton një analizë më të thelluar. Institucionet janë plotësisht të mundshme. Ajo që unë mendoj që këtë gjë duhet ta bëj fort dhe duhet ta bëj mirë, për sigurisht janë mediat. Pra mediat duhet bëjnë transparencë të plotë dhe t'japin mundësi kujdo që të informohet plotësisht se çfarë ka ndodhur, çfarë është duke ndodhur e kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër një presion shumë të madh ose një presion i cili duhet vi në rritje, duhet vi edhe nga shoqëria civile, sepse arsyeja pse shoqëria civile ekziston, një ndër arsyet kryesore mendojmë se shoqëria civile ekziston, është që t'i mbaj institucionet në shinat e ligjshmërisë. Pra mos t'i lejojnë institucionet që duke abuzuar ose duke dalë jashtë shinave të ligjshmërisë ose jashtë binarëve të ligjshmërisë, të shkelin dhe të dhunojnë të drejtat dhe liritë e qytetarëve. Siç ti besoj e ke parë, ka pasur reagime sporadike, por nuk ka pasur reagime po themi të unifikuara të organizatave të shoqërisë civile lidhur me shkeljen e drejtave dhe lirive themelore që është bërë në ditën e shembjes së teatrit kombëtar, i cili është një rol që patjetër shoqëria civile duhet ta ushtrojë. Në vetvete, unë mendoj që edhe shoqëria civile është një lloj pushteti. Pra i është dhënë së bashku me median, shoqëria civile duhet të jenë një pushteti i katërt, të dyja bashkë, jo as media vetëm as shoqëria civile vetëm. Të dyja bashkë besoj duhet punojnë fort që ta balancojnë akoma më shumë pushtetin. Jam shumë dakord, jam absolutisht dakord. Dhe këtë gjë un kam pasur mundësi ta shoh veçanërisht në kauzën e fundit për çështjen e studentëve, që një bashkëpunim i mirë i aktorëve të shoqërisë civile me median mund të çojë kauza përpara dhe mund t'u jap atyre shumë zë. Kështu që në këtë rast unë mendoj që edhe shoqëria civile ka përgjegjësinë e saj, organizatat e shoqërisë civile, aktorët e shoqërisë civile kanë përgjegjësinë e tyre që të mos lejojnë ose të paktën të bëjnë maksimumin e tyre për të mos lejuar dhunimin e drejtave dhe lirive të qytetarëve. Shpesh herë qytetarët janë edhe të painformuar, është normale, jo çdo qytetar e ka të qartë, po themi çdo drejt dhe liri që ai gëzon brenda një sistemi të caktuar, që ai gëzon bazuar në kushtetut, në aktën ndërkombëtare në ligje kështu me radhë. Prandaj duhet të jenë aktorë si media ose aktorët e shoqërisë civile, të cilat duhet të kujdesin që edhe për ta qytetar që nuk kanë ndoshta një informacion të plotë, ju garantojnë këto të drejta. Kjo mënyrë reagimi e unifikuar, pra ose një mënyrë reagimi e fortë e medias dhe shoqërisë civile së bashku, jam i bindur që mund të ndikojë dhe të përmirësojë edhe institucionet tona. Megjithatë, edhe media, edhe shoqëria civile duhet ta shohë zgjidhjen brenda institucioneve. Vetëm përmirësimi i institucioneve i shërben përmirësimit të shtetit dhe i shërben zhvillimit. Transparenca, për shembull, çdo qytetar duhet ta di që sot bazuar në ligjin për drejtën e informimit 119/2014 ka të drejtë që të kërkojë informacion për çfarë do lloj akti publik të organeve shtetërore. Mund të kërkojë të dhëna, mund të kërkojë informacione të tjera, dhe unë besoj që dhe kam për më tepër ka edhe një komisioner për drejtën e informimit që përpiqet ta garantojë këtë të drejtë, dhe
kemi sinqert për aq sa unë e njoh punën e tij, ka bërë një punë që është deri diku e lavdrueshme, komisioneri për drejtën e informimit. Kështu që çdo qytetar mund të kërkojë dhëna për çdo gjë që ai intereson, qoftë duke përfshirë ndoshta edhe probleme shumë të thjeshta. Një qytetar nëse gjatë ditës ka parë që nuk i ka ardhur ujë ose nuk i ka ardhur energjia elektrike, mund t'i drejtohet organit përkatës duke u interesuar cila është arsyeja që mua më është ndërprerë energjia elektrike. Pra, edhe duke qenë qytetarat më ndërgjegjësuar dhe më të informuar për drejtat që ata kanë, unë besoj që kjo i shërben edhe vetë forcimit të institucioneve, sepse aty ku nuk ka transparencë, aty ku nuk ka llogaridhënie, sigurisht që ka shumë hapësira për abuzime dhe korrupsion. Jam shumë dakord me atë. Po një pikë tjetër, domethënë për sa i përket çastjes institucionale, unë jam shumë pro edhe çastjes në institucione kombëtare, sidomos në aspektin e drejtave të njerëzit. Gjë që nuk shfrytëzohet shumë nga ne, domethënë. Sepse unë vazhdoj të qëndroj mendimit që sistemi jonë i drejtësisë janë shkalon shumë drejtat e njerëzit. Dhe unë do preferoj që t'i adresohesh një institucioni ndërkombëtar, si Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit apo komisioneve të Kombeve të Bashkuara, të cilat janë pa numër, ka shumë komisione për çdo drejt, ka një komision të posaçëm, por që ne nuk e adresojmë asnjëherë. Për shembull, në rastin e teatrit, duhet ta sjell në vëmendje se është një pikë që është shumë e rëndësishme sipas mendimit tim. Rasti i teatrit mund ta adresoj shumë thjesht në komisionin e të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore, që është formsuar nga protokolli numër 1 i Konventës për drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore të Kombeve të Bashkuara. Po ajo që kam bërë përshtypje është që qeveria jonë, pavarësisht sepse ka ratifikuar konventin, nuk ka ratifikuar protokollin. Pra asnjë qytetar shqiptar nuk mund të drejtohet atij komisioni, sepse kjo konvent mbron të drejtën kulturore. Pra do ishte institucioni ndërkombëtar ideal ku ne mund të adresonim çështjen e teatrit në aspektin kulturor. Pra me shembull e teatrit mund është mohuar e drejta për një jetë kulturore. Por qeveria jonë nuk ka ratifikuar protokollin dhe mendoj që do ishte shumë e mirë sikur të adresohej Ministria e Jashtme, le të themi, duke qenë se është institucioni apo vetë parlamenti, që janë institucionet kryesorë që merren me marrëveshjet ndërkombëtare dhe me ratifikimin e tyre etj, të kërkojë një llogaridhënie se pse nuk është ratifikuar ky protokoll. Pra s'ko sa konventa është ratifikuar. Qartë, jam shumë dakord sa i përket çështjes që Shqipëria ka vitin 1990 në nevijim është bërë antare e disa organizatave ndërkombëtare, ka nënshkruar disa marrëveshje ndërkombëtare nga e cila i lindin të drejta dhe detyrime. Po sigurisht që këto marrëveshje ndërkombëtare garantojnë edhe disa të drejta për qytetarët dhe qytetarët shqiptar kanë të drejtë ashtu si qytetarët e vendeve të tjera që ti përdorin këto mekanizma. Kujtoj këtu që në rastin e teatrit kombëtar, në ato kohë kur ka filluar fillimisht diskutimi vitin 2018, kam qenë i angazhuar pranë parlamentit në kuadër të një programi mentorshimi parlamentar. Më kujtoj që një nga institucioneve të para që ju jemi adresuar për këtë çështje ka qenë Komisioni Evropian, pasi procedura me cilën qeveria synonte prishjen e teatrit kombëtar, ndërtimin e teatrit të ri, dhunonte në mënyrë të hapur marrëveshjen e stabilizim asociimit sa i përket dy neneve të veçanta, neni 72 dhe 74, që garantonin parimin e konkurrencës së lirë dhe mos diskriminimit. Dhe më kujtoj që në atë kohë Komisioni Evropian pati një investigim, pati një proces që ka e detyroi qeverinë që më pas edhe të ndryshonte ligjin dhe të hiqte nga ligji që kishte miratuar aktualisht emrin e një kompanie, duke thënë që nëse projekti është paracaktuar të jepet një kompanie, kjo dhunon parimin e konkurrencës së lirë. Mund të ketë asnjë shtet që futet në tregun e bashkimit evropian, e cila diskriminon qartazi të gjitha kompanitë të tjera të shteteve europiane për projekte që janë të rëndësishme. Nga ana tjetër, unë vetë kam asistuar në kërkesa ose letra drejtuar UNESCO-s, letra drejtuar organizatave të ndryshme, siç është rasti i organizatës Europa Nostra, e cila ka qenë një ndër më aktivet sa i përket çështjes së teatrit kombëtar. Këtu duhet sjell albi edhe faktin që pavarësisht se Komisioni Evropian në fakt pati një qëndrim të prerë dhe të qartë që nuk duhet të ketë veprime deri në momentin që ndërmjet palëve do ketë një dialog, sërish në këtë rast qeveria dhe Bashkia e Tiranës bëri një vesh të shkurtër. Kujtoj këtu që Eurokomisionerja Maria Gabriel pati një qëndrim të qartë dhe tha që në lidhje me çështjen e teatrit kombëtar ju kërkojnë palëve që të zhvillojnë dialog përpara se të ndërmarrin çfarëdo lloj veprimi dhe më pas ata e denuan shembjen e teatrit kombëtar në kushte që ishte bërë.
Atëherë pra jam shumë dakord me ty që edhe Këshilli Ekonomik dhe Social pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara mund të ishte investuar në këtë proces. Dhe patjetër që jam shumë dakord, do ishta shumë mbështetës që t'i kërkoj Parlamentit, qeverisë, Ministrisë së Punëve të Jashtme, çdo institucioni tjetër, se cila është arsyeja pse nuk është ratifikuar protokolli që u jep mundësi qytetarëve që të investojnë në këtë organ ose të institucion ndërkombëtar dhe më pas edhe të loboj ose të ndërgjegjësoj sa më shumë ishte mundur që kjo të bëhej. Sigurisht që mekanizmat kombëtar janë të rëndësishëm për të garantuar janë shumë të rëndësishëm të drejtës duke u harmonizuar edhe me mekanizmat ndërkombëtar. Ne jemi një vend që aspirojmë për të bërë antar të Bashkimit Evropian dhe vetëm po them një harmonizim i mirë i mekanizmave kombëtar me ato që janë në nivelin e Komunitetit Evropian mund të garantojë që Shqipëria nesër të ishte një antare e Bashkimit Evropian. Dhe mendoj që, domethënë, një nga frytet që ka dhënë, domethënë rasti i fundit ishte rasti i paketës antishpifje. Mjaftoi ndërhyrja e Parlamentit Evropian e disa europarlamentarëve, mjaftoi ndërhyrja e Komisionit për Drejtat e Njerëzit të Asamblesë Përgjithshme të Këshillit të Evropës, zonë Dunja Mijatović, që ajo vetë personalisht, domethënë vetë zyra e saj adresoi Komisionin e Venecias dhe Komisioni i Venecias ndërhyri. Dhe pam rezultatin, Komisioni i Venecias solli një draft që kishte me dhjetra, domethënë gabimet e ai ligj që duhen adresuar. Domethënë e pam se si funksionoi adresimi i institucioneve ndërkombëtare dhe pam se si u step qeveria. Vetë kryeministri Rama doli tha që ato propozimet e Komisionit Venecias duhet të adresohen një orë më parë, domethënë. Është shumë e rëndësishme edhe ky adresimi i institucioneve ndërkombëtare sipas mendimit tim. Patjetër, ky është një shembull shumë pozitiv në fakt dhe në çështë se Komisioni i Venecias, pavarësisht se Komisioni i Venecias jep opinione dhe nuk jep detyrues, nëse Komisioni i Venecias jep një opinion të caktuar mbi një çështje, nesër pas nesër Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit ose Gjykata e Strasburgut shumë drejt. Dhe respektohet vetëm opinionit të Komisionit të Venecias, i cili ashtu si Gjykata Evropiane është një organ i Këshillit të Evropës, edhe vetë Komisioni i Venecias është një organ i Këshillit të Evropës. Kështu që adresimi i Komisionit të Venecias ose adresimi i organeve siç janë organet e Këshillit të Evropës, por edhe organet e tjera mendoj që është shumë i dobishëm për sa kohë që ka një reagim të shpejtë dhe efektiv. Se mund të ndodhë që reagimi mos jetë aq i shpejtë dhe aq efektiv dhe pastaj sërish do kishim probleme. Megjithatë, Albi unë mbetem idesë që ne duhet të përpiqemi të ndërtojmë institucione të forta brenda shtetit tonë. Patjetër, institucionet ndërkombëtare janë çdo lloj kontributi i tyre është i mirëpritur, çdo lloj po them mekanizmi shtesë ose të drejtë shtesë që ata ofrojnë për qytetarët është plotësisht i mirëpritur dhe i mbështetur, por ne duhet përpiqemi këtu që të ndërtojmë institucione të forta. Për shembull, ne kam të papranueshme dhe të pakuptueshme se cila është arsyeja pse ne sot nuk kemi akoma gjykatë kushtetuese. Në qoftë se do kishte vullnet politik, jam i bindur që sot jo 9 antar gjykatës kushtetuese, por në qoftë se do ta kishte pasur gjykatën kushtetuese me 30 antar, jam i bindur që ajo do ishte formuar ashtu siç do të ishte formsuar edhe gjykata e lartë. Parlamenti në raportimin e fundit që bëri kryetari i Këshillit të Lartë Gjyqësor e adresoi me forcë se cila është arsyeja që Këshilli i Lartë Gjyqësor, pavarësisht se ka shumë kohë që ka filluar veprimtarinë e tij, nuk ka miratuar akoma përbërjen e plotë të gjykatës së lartë. Kur në fakt ka pasur kandidatura, ka pasur procese dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor është marrë me shumë çka, edhe me çështje të tjera, pra gjen kohë për të marrë me shumë çka dhe nuk merret me çështjen që unë mendoj që duhet jetë prioriteti kryesor, formimi i gjykatës së lartë. Di që aktualisht ka shumë qytetarë që po i drejtohen në mënyrë të drejtë për drejt gjykatës së Strasburgut, duke pretenduar ose duke konstatuar me drejt në vlerësimin tim që gjykata e lartë nuk është mjet efektiv. Pra nuk ka kuptim që ne të presim një gjykatë lartë e cila nuk është formuar dhe nuk dihet kur do formohet. Vetë gjykata e lartë ka deklaruar që ka rreth 35.000 dosje, që do dua një kohë relativisht të gjatë për të gjykuar, pra çdo qytetar që shkon sot dhe çon një çështje në gjykatën e lartë, pra bën një rekurs në gjykatën e lartë, duhet pres unë mendoj që afërsisht do t'i duhet të pres gati 10 vite që çështja e tij. Sepse me sa di unë, gjykata e lartë është akoma te çështjet e shqyrtimit çështjes 2015-2016, nëse nuk jam i gabuar. Aktualisht gjykata
Po, aktualisht gjykata e lartë para se mos ishte funksionale. Dhe për disa çështje të caktuara nuk arrin, domethënë është vetëm duke shqyrtuar kalimi në kolegj gjykimi, nuk domethënë është vetëm kolegji me 3 gjyktar që gjykon nëse çështja duhet kalojë për gjykim ose jo. Sepse duke mos pasur minimalisht 5 gjyqtarë ka të pamundur që gjykoj dalë me një vendim po. Pra është një, le ta themi fjalë, po themi në zhargon, është një lloj gjysmë gjykimi dhe nuk është një gjykim përfundimtar. Jam shumë dakord. Jo, Mars, jam shumë dakord me atë që thotë, domethënë ne duhet të çasemi sidomos në institucionet e brendshme dhe institucionet kombëtare, ky është mendimi, duhet të çasemi thjesht të bëjmë një farë presioni në institucionet e brendshme, që institucionet e brendshme të reformohen. Domethënë ky është e vetmja pikë, sepse unë mendoj që çësia e institucioneve kombëtare është shumë e rëndësishme. Maras, shikoj që po vazhdo. Unë mendoj që kontributi më i madh që mund t'japin të rinjt shqiptar, jurist, ekonomist, apo dhe të profesioneve të ndryshme, ata që vërtet janë të mirë, ata që janë me integritet, që vërtet duan të kontribuojnë dhe të bëjnë diçka për vendin e tyre, është duke u angazhuar në institucione, duke bërë pjesë e institucioneve, duke qenë pjesë e strukturës së institucioneve, duke bërë sa më mirë të jetë mundur punën e tyre. Nëse institucionet do shikohen me skepticizëm, do shikohen me indiferentizëm, ka shumë gjasa që ose të vazhdojnë të jenë të njëjtit persona që kanë qenë më përpara në këto institucione, ose të vinë të ngjashmit të tyre dhe që institucionet të mos përmirësohen. Pra, unë mendoj që të rinjt që sot dalin nga universiteti, qofshin nga fakulteti i drejtësisë, që unë e njoh pak më mirë për shkak të formimit tim, por edhe fakultetet e tjera, duhet ta shohin si një kontribut për vendin e tyre angazhimin në administratën publike dhe institucionet shtetërore. Dua të sjell vetëm një shembull shumë të shkurtër. Kur unë isha në Francë dhe studioja, shikoja që funksionar publik e shikonin këtë si një nder të madh që u bëi atyre për të qenë pjesë administratës shtetërore. Pra ata nuk e shikonin vetëm në sa i përket vlerësimit monetar ose faktorëve të tjerë që mund të kishte ky lloj angazhimi i tyre, por e shikonin si një kontribut të drejtë për drejtë për shtetin, për qytetarët, për demokratizimin, për shtetin e së drejtës, dhe vërtet kështu është. Nëse ne sot kemi të rinj, të mirë arsimuar, të ditur, me integritet në institucione, jam i bindur që nesër pas nesër do kemi institucione më të mira. Institucione më të mira, institucione më demokratike dhe më të drejta nuk mund të bëhen vetëm me duke pasur mendësi të reja, por kërkojnë njerëz të rinj, sepse mendësitë e reja vijnë nga njerëz të rinj. Njerëz që kanë 30 vite, 40 vite, 50 vite që qëndrojnë në të njëjtat pozicione ose afërsisht në të njëjtat pozicione, patjetër që nuk mund të prodhojnë ide të reja. Kjo ka qenë në fakt edhe një ndër çështje që unë kam adresuar më fort në universitete. Ne pothuajse në universitete kemi prej më shumë se 40 vitesh të njëjtit persona. Çfarë bëjnë këta persona? Nga pozicioni i përgjegjësit të departamentit bëhen dekan, nga dekan bëhen rektor, pastaj rektorët bëhen dekan, pra thjesht bëjnë një rrokat pushteti dhe pothuajse janë të njëjtat fytyra, janë të njëjtit njerëz që nuk ndryshojnë asnjëherë. Dhe sigurisht kjo nuk u krijon mundësi pedagogëve të rinj, qoftë ata që janë edukuar në Shqipëri, qoftë ata që janë edukuar në vendet europiane apo Shtetet e Bashkuara, që të vinë, të marrin në dorë leadershipin e universiteteve dhe të ndërtojnë modele të ndryshme. Kjo është arsyeja pse ne sot kemi metoda mësimdhënie që ngjajnë shumë me ato të prindërve tanë, kemi tekste shkollore të cilat kanë ndryshuar shumë pak, po ju them në tekstet e Universitetit të Tiranës të Fakultetit Drejtësisë që unë e njoh më mirë, ke shumë raste e drejta publike ta them, apo e drejta ndërkombëtare publike. Drejta socialiste, drejta komuniste është ndryshuar me drejta demokratike. Pra i vetmi ndryshim ka qenë ky, më përpara thuhet drejta socialiste e punës ose drejta socialiste e sigurimeve shoqërore ose drejta socialiste e kësaj ose asaj, tani thuhet e drejta demokratike dhe s'ka ndryshuar asgjë. E kupton, pra ky është një problem shumë i madh. Jam shumë dakord, sidomos me këtë pikën e fundit të arsimit, të jenë pjesë e institucionit. Jam shumë dakord se madje këtë pikë kemi diskutuar me kolegen tonë, me Megin, Drexonin, në episodin e kaluar, domethënë e kemi cekur shumë këtë pjesën e Fakultetit të Drejtësisë dhe arsimit përgjithësi. Domethënë është një shembull shumë konkret domethënë që ti dhe. Maras, mendoj që ta mbyllim me këtë sepse shoh që edhe koha ka kaluar shumë. Do ishte një bisedë e këndshme, kështu e kemi kaluar një orë, domethënë është episodi më i gjatë që kam bërë. Maras, falenderoj shumë edhe shpresoj që të dëgjojmë bashkë, diskutojmë bashkë edhe në episode të tjera. Të falenderoj shumë Albi për mundësinë, të përgëzoj shumë edhe për iniciativën që ke marrë. Mendoj që është një iniciativë shumë e mirë dhe shumë e dobishme, pasi ju jep mundësi njerëzve
të rinj, të angazhuar, siç jam unë, siç është Megi ose edhe të tjerë të cilët do jenë sigurisht në edicionet e ardhshme, për të thënë mendimin e tyre dhe që mos kemi, po vazhdoj të këmbgul, më ndjej, që mos kemi të njëjtit njerëz që i dëgjojmë të përsërisin të njëjta gjëra për gjatë 30 vite. Kështu që në këtë kuptim të uroj shumë suksese dhe falenderoj shumë për këtë hapësirë dhe mundësi për të ndarë së bashku mendimet tona. Jo, sigurisht falenderoj ty që pranove ftesën dhe të progresoj shumë për çdo iniciativë që ke ndërmarrë. Faleminderit.